Shikues të podcastit Lojtari 12 jena me episodin e radhës. Sot e kena njërin më të veçantë në troje shqiptare në këto javë të fundit. Afër meje është Angel Berbatovci. Angel, faleminderit për kohën. M'skuqe, Bleki, faleminderit shumë për për tesën. tesën. Tani qërë për ju që se dini, Angelin ka paftu 2 herë në podcastin e vet para 2-3 viteve. Edhe e kisha thirr ashtu kështu, po e kom thirr se o bo. Po në gjef, po o bo pak ma shumë qëtash. Angel, bro, i ki pas një 2-3 javë shumë, po thamë intenzive në kuptimin që ki pas shumë komente sana, pëse kështë ti punë në ki pas gjithë njëjtë. Ka zona fillimisht atë përvojën e 26 marsit, që zhlat lojnë me komentu lojë tjetër ku lojnë Kosova. Alla ile, au ankove. Jo, mu anku, jo. Asnjëherë se me bu mu anku tani s'na qiste njës lojë. Jo, Kush pat interes për lojë tjetër? Po këqërëm, duhet me imbulu ndeshët, se normal, nuk na vinë veç ndeshët e Kosovës edhe të Shqipnisë, na vinë edhe Pako edhe ato ndeshët që normal në arenën ndërkombëtare kanë interes për Maqedonën, ka interes për Danest kanë, edhe na këtu kemi shumë pjesëtar për shembull të Kforit që janë prej Maqedonisë Veriut, Danimarkës, ndoshta s'kan ku me pa lojën, edhe ja ofrojmë na përmes Artmotion për me pa lojën. Ama ditë e di që A ke par shorti, kush pe komenton? Jo, kur gjë, veç që e kum po emrin tem të ndeshja Danimarkë, Maqedonia e Veriut. Po pak unë ngushllova Black se dojt e kom Maqedonia e Veriut. Okej, dojt. Po dojt. Nonën e kom të Kumanovës. E tani thësha Adin, Shqipnia lujke, Kosova lujke, unë e vetë e komentësha dojt, Adin i bike të shqipar mix interesant. Dika s'ka qarë pa gëzu, 2000 në atë natë edhe një gëzim. Edhe me shumë knatësi e kom komentu në mënyrë më të keqe të mundshme ndoshta. Se kom pas mend tani hiç më. Shumica e komenteve thoshin që jepi vërtet Adin mos kider se s'qyr kurkush. Ama ti do të thonë me sa kom pa ono, me sa e kanë pa ata që e kanë pa ndoshta lojën, i kon goxha profi multitasking, se ti lojën e pa tek nej. Tash aty këtë golla tim pjesë, jo pjesë dytë fakt, pjesë parë ke 2-1 për Slovaki. Po 3 golla tani pjesë dytë. Fillim me njëherë i ro. Arona e gollë Danimarkës për emrin e gollë të Slovakisë të Kosovës ajo. Jo. Të kisha se Danimarka fitoi 4-0. Po, fitoi thell, po jo nuk i ro bashkë në çato momente kur e pat Kosova. Bile unë nuk hina në transmetim të ndeshjes Danimarkë-Maqedoni se Kosova e dha me njëherë goll. Ja nisi më herët atje, pjesa e dytë. Edhe më ra mu gëzu, edhe tani hina në gollën transmetim. Gollën e Aslanit ka ra tamam në përjetë të mirë. Po, fix gollë e Aslanit. Gollë e Aslanit, po. Edhe se ditë që shukon ai moment. E shesha tani masanin vedo që isha pas kuq. E më dilë këtë damare, ja pedenti që shke shumë interesant, se nuk ka ndjenje pa përshkrushme. Jo veç për mu, për krejta. No, ta emocionuse për çdo qytetar të Kosovës, po ty të ra me konë në pozitë më të veçantë sepse këtë jena konë stadium, jena konë shpi, jena konë sheshen lokale, ti e konë ashtë a i vetmi, që lojë ma të rëndësishme të venit tënë, o da është me e pa të themi tërthore. Jo, konë edhe ndesha tjetër Çekia që konë Gramosin, nëse s'ka bëj, janë konë edhe ndesha tjera nëse s'ka bëj, që dhe bashkë komentatorët, nështë ata s'kan komentu hej që kanë kësyrë lojën, ama a di që po thomone, sikur puna e policit, mjekut, zjarfiksave, që do të me kanë detyrë, plus ka ndrimet pas ditës, që jënë zonë me punë nështë në që ato momente dhe shohin lojën pas kohës, si kur unë. Unë më nëshë ato në kohën, bele 2-3 herë më ra mi thonë Isaksenit Mureq, se adin e shisha Muriqi nëse Aslanin, e ta shu këthejsh Muriqi. Në anën tjetër të Kosova, Muriqi pat një rast, adin dhe në nëzjerë Isaksen, në më kupton me... Kjo ke rast i rol. Angel, po supozoj edhe po amërmenja që të kanë kontaktu shumë njerëz edhe nga jashtë, sepse kena pa që çdo medium i mund shumë të njësë prej Sport Bible që shëdijune për i këtune mandojave, po kalzëm cili ke që me thonë impresionimi kryesori tëne. A ke prej emocioneve, a ke prej zonit radiofonik që e ki, se ti djetë që je moti komentator, në arto dikush ka mënu që je qëtash, cili ke reagimi kryesori tëne? Aty zos ka pas heqë, dhe se krejt që të e kumojnë. Puna e reagimit edhe ndjenjës edhe si pas ty në originaliteti që e kumë shfaq në video. Më thonë, unë zakonisht i kalej një orë në montajt videove se kom qef me konë këgja perfekt, adin detaje se në vene, kom qef levizit, dinamike. Aty veç, ideja konkret në fillim, unë i marrë kamerën, e kom një farë Lumix i Panasonic, e marrë me veti... I ka momentet tua. Po, aty gjatë komentimit, du me ja të regu njerëzve një kënd vështrim tjetër gjatë komentimit. Në desheve pak ma të rëndësishme gollave emocioneve.
Po që aty, kur shkova unë adet, veç thash hina mrena, i pakret, trener, ka se disha që veç du të me dojnë me kry punën që atë dit, për shka Kosovës edhe Shqipënisë. Po thash mund, hajtë bre të sves telefonin, të full storage, a bedin ton kohën, fshi video, me liru, fshi, edhe në fund veç e kom shu qështu. Në selfie kam mirë, bilas, në to për para, jo. Edhe, kur më nalke, në tash kemi fshi video të kalume, me lëshu apet, me fshi, me lëshu, po ideja e më konë veç me kalzu një anë të komentatorëve që pavarësisht çfarë punë kanë ose çfarë komentimi kanë, janë me mendje te Kosova dhe gjithmonë për ne Kosova është e para. Kanë me gjetë mirë. Po duhet me kry punën, a din. Edhe na nuk e kemi lehtë se thonë komentatorët kënaqen, e kanë lezet të komentojnë futboll, a din. Ja, bash te kjo pjesë, para se më dalë te pjesa e announcer, speaker i stadiumit, po duhet të pyet te kjo pjesa e komentatorit sepse unë për veti kom pas shumë qef bo komentator, s'jom pranu. Po du me thonë, komentatorit dorën zemra e din që është mrapa kamerë, dhe me thonë, shikuesi kur e shalohen se shaq komentatorin. Jo. Deri vonë komentatorët aty nuk ka që kanë pas mundësi as më dalin për emisione, zakonisht e njoh veç për zonin, për shembull Andini, Shakoketa, Artori që kanë pas skate. Po tash ka dalë metoda që komentatori edhe pse e komenton lojën kuptimin veç me zo, mu pa pak edhe kush është, mu pa pak edhe emocionet e këto. E njerëz si ti e kanë manifestuar çto më së miri, kështu që garant kemi bënë një far role modeli për këta të tjerë që kanë më bëj çto. Apo po thu si e i pari? Shumë për këto fjallë, jo i pari nuk jam, po veç me mendu që mëj me kanë role model për dikon, nina shumë mirë edhe shumë krenar, se edhe unë më kanë i fëmi me andra, edhe unë e kom këqyr këtyne herë në KTV lojt e serisas, unë jam fan se interit. Tash dalim atje. Edhe adin gjithmonë kom ndru me kanë komentator. Edhe me qenë tash offer, të me thonë me andin lokaj që unë e veç e imagjinojsh atë qysh mundet mu duk që the edhe vetë si kina po kur qysh dukën, e Artorin, e Arlind Grantolli, Arlind Sadiku, Arbër Logja, se tash... Arben Berisha, Skifter Blaka, po harrojnë ashtë ata një mit hatëri diku që s'pi përmeni, po janë këta njerës që jom rrit me taj këm guta dhe kom vjedh prej tyne shumë se në shprehje, mënyrën e interpretimit, te gola, komentimi, sa fakte, qysh fakte dhojnë, apo kupton. Edhe tash me kanë me ta për mu është ka njerë surreale është atin. Ama fugjin e zonit e ki pak më të veçantë, e ki një far ushtime në zonë. Për këtë arsye kjo është spikeri zyrtar i Kosovës në futboll. Dalim pak te pjesa e spikerit. Announcer tingëllon më mirë, spiker s'po di sa është, po se di pse s'ka diçka një titull konferencier e përmendim. Ja, spiker. Domethënë ky i thot litar që i në fush emrat, mirëseardhjen, lajmërimin për ndaj karton verdh, ndaj zëvendësim. Tifozë më thon prit një pak mos deni nga stadiumi. Angel, a është emocion më i madh me komentu një lojë në stadium kuptimin në ndeshje 90 minuta apo spikeri i Kosovës, edhe pse nuk je në rol themi primar, ti veç kemi thonë ato sa në zyrtare. Po, vërtet. Po në rastin e fundit që lyti Kosova me Turqi, në fund të lojës ki fol goxha mirë. Edhe na secili kena kajt ashtu kështu veç ku ta kemi çat fjalëm, luti që thonë na ndeçan skurriel. Po ndoshta teksti më i vështirë që kam shkruar në herë se u dash me bogati, e kom pas edhe tekstin edhe për kualifikim, që adin fatkeqësisht nuk u bo dhe për eliminim. Nuk e ndroj në asnjë ndeshje, qoftë Ligë Kampionëve finale ose finale Kupës Botës, me ndjenjën që ma jep Kosova në stadium. Dhe vetë ndoshta është pak zyrtare dhe nuk kem drejt shumë as me bo tifo gjatë lojës. Normal, para lojës po, mundohemi pak me e nxit stadiumin shikus masën për me përtit ma shumë, po fiks gjatë lojës jo, ama besomni që tash gati 4 vjetë, të më thonë fund 2021-ës, o 4 vjetë, bjanë llogarite, që jam pjesë e Federatës Futbollit të Kosovës si jashtëm, si spiker konferenciar, ama sa herë vi ndeshjet e Kosovës, mu edhe më ftojnë ma herët me shku për shkak testeve prova generale që keni, po munona me ardh hala ma herët, se kom qef me përjetu ndjenjen, kom qef me kon stadion, kom qef me shiju çdo sekond që unë jam në detyrë si spiker i Kosovës, edhe është nder shumë i madh për mu, nuk e di sa ka me zgjat kjo punë. Besoj që kam me tekon ja 15 vjet. Jo, s'besoj. Dhe që kojmë botror më zekni. Po është e jashtëzakonshme, se mendoj që pak kontriboj edhe une në
këtë drejtim për Kosovën, edhe çdo kontribut për Kosovën mund bën shumë krenar. Kontribon shumë. Angel unë të kam shok që një kohë, po unë më thonë që jeni farë personifikimi i komentatorit, i tamam i shpirtit futbollit që jep. Kështu që çdo respekt. Ja, po them që më jep emocione më shumë, po tash po duhet ta bëj pyetje, kush të ka jep ty më shumë të emocione tash si speaker, prapë, më thonë ti duhesh me announce gollin. Po cilla goll në Fadil Vokri të ka jep atë farë emocione që në të skemujt as më shpreh atë moment që kon të u gëzu. Po më në gol nështë që tash me Suedi, nështë ma heret, me Malzi, do që si lojë që në konë, me Zvicër, tash po menoj, po me Zvicërën 2-2 kur kena mbet. 2-2 në 7 orë 2023. Po, kur e jepëm në minutat Muriqi në fund. Bravo, 2 golla i bën. Po, në fund e jepëm sekundat fundit. Po, 2-2, po. Qajo ka qenë, që biletë për më tërqitë e trupi që tash kur peshë. Adin është... Në të fala Vedati, që dim që të përcjell. Po, Vedati, kur e ka jep qatë gol, do me thonë unë, nuk kom ditë edhe jom vënun në anën qim, që thojnë Shqipni. Se... Ade nuk e prit shumë. Kem Kosova dilkin solën, do me thonë të në kohën edhe... Po zakonisht si kombëtare shqiptare, si të na... Hojna gollën fund. Ade kur si na mësu me u gëzu me dhonë futbol. Pa. Kur e dha Muriqi, do me thonë qash pe i gëzimit, urzu karrika, ina 5-6 veta atje në alt staff të federatës. Adin qash farë feste, harrova dhe me thonë, kush e ka dhonë gollë, nisi loja, tek qatë herë, Vedat Muriqi, qash u konë djenje pa përshkrush. Qërës që kanë djenje kur bënd ti, Vedat, ata ta përcjellin, a du është ti në ashta me e nisa, po ti e din që 13.000 veta, s'jena shumë, po jena shumë, kam e të përcjell, qërës e nisë që të farë? Kanë herë thëmë, oj, sholla bërtasin, mos më lajnë vetë. Po, është në djenjë, s'po di, që është pjesa ma e mirat e golla, bedejnë kur të përcjellin, edhe të prezantimi lojtarëve. Çdo 2 sene ti duhet. Ata i njohin edhe i shohin ekran. Po në ekran edhe kretë mund me pas mundësi me thonë mbi emrin, për shkak se e shohin. Ama te golla është, belina e kemi me rregull 3 herë, po ka një herë qatë që është atmosfera e mirë, qatë që emocioni. Qef me zgjat, ala. Tek adin më kopt edhe e bëj 5-6 herë, 9 herë bile si ai Napolit kom qef adin. E te Vedat Muriqi te Zvicra kom bo 7 herë nëse s'gaboj qatë herë. Kërës kum kam prejka ta nalu më zbozmo të në shrudove, adin. E kom edhe shikust nuk pritojnë me bërtit të gollat. Edhe jam gogjatë zëshëm, apo kupton? Po për qaq sa jena pak, dorë në zarmë në stadion, jena gogjatë shumë. Jo, gogjatë. Ka pas ankesa, që shaqe pjesë, ti besoj e ki një farë vlerësimi ma real, sepse je këtë qoshin kënej, nonën e djathtë. Nuk shumë atë. Dikush thot që s'ka organizim tamam tifoz, mu mdoko që bojnë zhurmë mjaftueshëm për çat sa jena. Ç'është shaqet pjesë? Se di bëna, a di ç'është kjo punë, shumë kçyrëm televizor edhe shumë e krahasojmë, kena qef me krahasu veten me Turqinë për shembull që kanë tifozë zjarrt ose amerikanë latent ose ka stadionin ata mas pare. Apo mendon që janë më mendoj që ata janë të tërsen, apo kupton? S'muj me thonë najna ma pak të zëshëm se tifoz turq, se ata e ndjejnë ç'është ndjejnë, na e ndjejmë ç'është ndjejmë, apo kupton? Po nuk e shoh të pa baza akuzat për shembull që i bojnë për tifoz, se për më menoj gjithku botë vin fëmia, vin pleq, vin gra, vin nona, edhe është e kuptueshme që nuk pritet me bërtit ndoshta gruaja nona si tifoz që janë pak më të flaktë ose që ndjen pak më shumë si unë e ti. A ki problem me VIP-ja ose influencera me shku në stadion, mund s'ka problem? Jo. Do të më shku kerë në vllatar, s'mund na këtë më kondivoz. Fatkeqësisht i kena 13.000 ulse, atin se kisha ftu halo më shumë influencera, më shumë VIP-ja, më shumë. Po pse jo? Bilone është shumë të bukur që në stadium të na mund me ardh, që thash. Çdo lloj gjini, domthonë gratë, burrat, çdo lloj moshës, edhe me përjetunin ndeshje se nuk ka shame, nuk ka fjalë të këqija, nuk ka fjalë pa lidhje edhe kjo t'jep mundësi krejt me marrë me pa ndeshën. Jo si për shembull në Angli ose edhe futbolli e ka qëtë mesazh, me kon këtë bashkë, që nuk ka prandaj për mua sa më shumë vajza, gra, nana me ardh në stadium i shkon shumë më mirë. Se mendoj që më shumë bërtasin se do burrat që vinë. Pasha besën të pajtona. Angel po duam me Italia të Kosova, edhe pse kanë tema të tjera, po është vështirë me kalu që të farë entuziazmi, mërzie që patëm të javë të fundit. Kur po mendoj po. Unë kam shpresë shumë për Euro 2028. Për 2030 kam shpresë hala më shumë sepse kena më zhvillu, po ka kohë për ato. A mendoj që tash Euro 2028 është rasti i fundit për këtë gjeneratën. Vedati tash tani më mirë. Ai na japi do indikacione që do më lënë punë zbesoj që Elena. Mendon që këtë 2028 që tash ka me kon për çfarë farë gjeneratën temi Muriqi, Ramani, Rashid, sa që kon, do shta prej fillimit me pa moshën, po, adin
Ama unë nuk besoj që Muriqi ka me u penzinu për kombëtarës. Ai e pa qëllimin që mas kampionatit botror. Po. Shkon na politike. Kosovën botror, golashunuesi më mirë i Kosovës, atë Pelon kur jam në majë, edhe i shkon tepër mirë. Po Muriqi ka me tentu me çu Kosovën kampionat evropian. Nuk e lojë me në largu Muriqi, nuk guxoj. Kjo është shumë e sigurt që Vedat Muriqi nuk ka me lënë Kosovën gjatë verës. Ai ka me nejt spaku deri në përfundim të kualifikimeve për kampionatin evropian, jo të Nations League-s. Dhjetor 2007. Po. Edhe jo veç Muriqi po kërkosh për lojtarëve. Po tash varësisht sa kanë me dhuru në ekipet e tyne që me i ftu foda, me bind foda, nuk e di. Për shembull, ka disa lojtarë që mbas sa mund të largu. Ju më largu, po mos me uftu për shkak të formës që e kanë. Do shta në këto ndeshje eliminatore që i patëm edhe play-off, uftum për shkak të përvojës. Po, që është më rëndësi. Disa lojtarë që besoj din krejt. Po. Ama në ndeshjet e radhës, për shembull që kemi prej shtatorit tash në Nations League, Irlandën, Izraelin edhe Austrinë, ka gjatë grupi vështirë. Do lojtarë nuk kanë me qenë pjesë e ekipit. Po ma mërmene, nuk është që informacione për imbrana se nuk edhe menoj që shumica vetë e kanë ndjedhë vetë që mbasë është koha që një cikë ndoshta ta marrën, e fillan tjetër, kështu që është normale. Kur e din që s'po mundesh me kontribu, pse pe nxjerr edhe bankën në rezervë kur e din që nëse hin ato minuta nuk arrin me kontribu. A din? Do të munis lojtarët edhe prej vetes. Është vështirë me Elon Branch, vështirë. Jo, vështirë, çfarë? Kosova është dashni e madhe dhe për secilin lojtar është ëndër me përfaqësu Kosovën. Patjetër, po. Ama do të më ulon gjeneratave të reja pak. Unë mendoj që do të më bëni gërshetim mes do djemve të ri, që vetë se është, ama halo më shumë do të më përzi edhe lojtarëve me përvojë, që është Muriqi, që është Ramani, s'una më thon Zhegrova se halo i ri është, po është moti në kombëtarët e Kosovës, po. Edhe i shoh do rikthime, pse jo për shembull për Sancelina ka hala hapësirë. Meriton Korenica. Duna me ngutç pak për Arbër Zanelin. Duna me të ngutç gjithçysh. Po çfarë sheri kthem në Arbër Zanelin? A kthehet Arbër Zaneli? Keni far polemike goxha e madhe për rastin kur e postoi një foto që u kualifiku Suedia në botror, në këtë rast vllau i tij Besfar Zaneli. Pat kritika që bashkë ditën kur Kosova dështoi, nuk u dashën buat sen. Ç'është ka perspektiva e tifozit? Pelojmë si speaker ose si komentator. Ka perspektiva e tifozit. Po thua, po jam mirë. Atë s'moj me fol mos si tifoz. Po s'moj mos si tifoz. Amo për Zjokon Arbër Zaneli lojtarë që na dash pas shumë të Jokon. Po kanë rëdyshi 2019, 20, 21 ato golla Azerbajxhanit, Bullgarisë. Ishu e Faro më dukte këna pas disa ekipe. Unë mendoj që ka shpresë. Unë mendoj që Arbër Zaneli kanë lojtarë i parë që na dashuron to. Në tamam. Si individ, po, si individ. Secili vend ka një idol për shembull. Prej tifozëve, po te na kanë Arbër Zaneli fillimisht. A den se çato golla që jep kjo që i thëshë me rëdysh na den. Si Del Piero, po. Fej, a den shumë shprehje. Për te puna e rikthimit se di, unë mendoj që ka përfunduar cikli i tij te Kosova. Po thua. Nëse do si tifoz. Unë mendoj që foda dyqysh ai ka interes me pas më të mirë. Kështu që është i hapur për krejtëve, atë dyqysh. Në parem trajneri ka interes. Ka shumë lojtar. Po janë si ai. Pyetja, a janë si ai? Varësisht, nështë ta bëhen. Megjithëse ka goxha. Se di sa veti ka bërë Arbëri tash? Ka ti 30 në ka prek më duket. Po se Zhegrova ka 27. Po nëse tash i kanë Vedatin që me trotin një vjet 2, është gardë të Piqiçi. Është prime për momentin atë. Vedati është, po nëse Vedati është mbret, është pirat. Vedati është po ma kujton Mikun aty. Po veç ai ka pas një sezon të mirë në Swansea. Ky jo, po ja 3-4. Për ka e vërtet, po ka jo edhe nga shpërthimi për shembull se Vedati sezoni më i mirë në karrierën e tij është si vjet. Po si vjet, po. I ka pas dikon 20 golla në Turqi, nëse s'gaboj me Fenerin apo jo para Rizespor po do. Gjelbërta. Rizespor. Ose kon tjetra kanë ka pas po 20 golla atë të mëdha. E di që ka pas një sezon shumë të mirë para do vjetëve, para Fenerit. Liga dava po. Ama Vedati është si vena bre, sa më i vjetër çash më mirë po shkon tu bo. Edhe shoqër që ka dështuar transferimin klub Brugj. Çat herë për do teste jo anejo i rëndum, jo s'diçka të ishin, tani shkojnë Majork për më pak parë, po atin i adul. Se kena prit, njerë atin ka pas disa zona që kanë thonë për shkon Majork, se është Palma de Mallorca, ishull i mirë në zet. Besom që thotë edhe Vedati është i dashurum në qytet, në ishulla që mi thonë. Edhe
me u pyet Vedati kur s'është largu pe Majorkës. Edhe ne statujmë apo për zgjallë. E meriton. Golashnuzi më i mirë. Ama s'do të më largu disa t'ia thënë Tosë edhe atë rekordin e golashnuesit më të mirë në historitë të Majorkës. Se i ka 70 golla e toja. Kështu. Ajo po për La Liga, po. Se kjo ke veç La Liga. Imrin, besoj që Imrin. Dikon 5-16 golla me thy, kështu që Vedat. Po ma ç'është se Imrin. Stejet Majorka Vedat. Mbreti. Angel, pelojmë pak këtë pjesë, pelojmë pak Kosovën. Tash mirë tha që tash si jemi tifoz i rëndomt, po prapë je tifoz i Interit. Ne për mbledhje të shkurt që po këtë sezonë, po get kampion po boi. Champions Liga shkoj që shkoj. Kampion po boi. Ç'i kishte për mbledh sezonin? Është i mirë, është i mjaftueshëm. Është sezoni që mas pak e kom kthyer Interin. Po. Për shkak të punëve, për shkak të Kosovës. Komentimeve. Jo, po për shkak të komentimeve e para, edhe për shkak të dëshpërimit të madh në finale kundër Parisit. 5-0. Do të thonë, çati shumë. Ka djeg atë që sikur s'po di ç'më marr shembull diçka shumë tron që mund të përjetoni një herë, apo den. Ama kon çfarë pak, derisa ka Kosova me Turqi ajo ka ndihmja më e madhe. Po, e vërtet. E vërtet. Se Kosova me Turqin halo çdo e kom. Aja seket. Se di, unë menoj që Interi u dosh në s'paku me u mundu se s'ka pas as mund. E kanë marrë atë ndeshje të qysh nuk e di. Shkum finale tash del ku del, apo din. Shumë për 15 jap. Shumë është, apo din. Po nështë edhe 99 herë tjera me pas luz ke shupi Interi 5-0. Po. Apo din. Po çka ndodhi? Tek ndodhi edhe problemet me Inzaghin. Po. Kishin dalë fjalë me ekipit që ai ka më largu. Pak nacime me Çalhanollut, Lautaros. Kanë diku shumë gjona që me u 5-0 edhe ti tash kur je lojtar. Ekipin e bojnë tifoz, domethënë paret ti bin tifoz. Stadiumin ta mushin tifoz. Gjithçka vjen për tifozë. Pa tifoz s'ka futboll, seriozisht. Edhe është qendër stërvitore. Edhe me hu 5-0 kepëni me tradhtu tifozë, seriozisht. Ama si vjet të botë kampionat Serie A, që nuk ka po bre, po hajlos konkurrencë të pas. Liga ka në adopt. Jo që tash po buna realist, ndoshta edhe kanë me shoqin Interit, shokët e mi, ama unë mendoj që liga ka shumë adopt. Jo Interi. Tu shpajtona me ty Angel. A di pse s'është adopt? Se për dallim nga Anglia që u bë 4 seti kampion, për dallim nga Spanja ku kryesisht Barça Reali, Gjermani Leverkusen një vit e prishi. Nëse qyjm Serie A, 2019 Juventusi, 2020 Juventusi, 21 Interi, 22 Milan, 23 Napoli, 24 Interi, 25 Napoli. Që i bjen për 6 vitet të fundit, çdo vit një kampion ndryshe. Po, ama nëse shohim për shembull tash formën, e përmendë Juventusit, e përmendë Milanon, e përmendë Interin edhe Napolin. Mi po tash sezonin pasus, çysh kanë përfunduar gjithmonë janë adopt, po. Gjithmonë janë kanë jo adopt, po shumë adopt se çfarë sezon kur janë bë kampion. Napoli u bë kampion vitin e ardhshëm, 9-8 as në Evropë s'shkoi. Apo kupton, erdh Conte i bëni kampion si vjet. E fillun keq, po tash në përfundim janë të marrë rezultate pozitive. Që ata po thom, nuk ka bre cilësi Italia, nuk ka një fëmijë. S'ka parë për shogem, s'ka parë, s'ka investim të epe dhe Italia u eliminu prej Bosnës kampionat botror. 3 herë mos më shkuan botror. Do me thonë me çfarë lojtar si investojnë në rini, stadiumet, infrastruktura është lëmbi, Çeferini tha, që si ndreshni tha stadiumet, kam ja u hek tha drejtë me organizu Evropianin. Sa një parë që si investojnë është me ndru mentalitetin e lojës. Inzaghi patentu pak me ndru me Inter. Nuk ka çfarë dinë. Po, e bëni lojë atraktive, po. Atraktive, tani ç'a bën tjerat, po. Atin Italia si kënaqën që bëj kampion për pastaj, se dyqysh pa emocion. Jo, mi kënaqën. Po normal që mi kënaqën, ama jo i përmbushën. Më thonë jo mi kënaqën, po jo i përmbushën me Interin, se nuk e di bre. Nuk mundesh tash me gjithë një fëmijë ku dush lypen Prishtina në Kosovë, që mundet me u bë tifoz një ekipe italian. Ose që ka i dom me elitar që në Itali. Harroje. Për pas Zhegrovën u staroj. Po, ama Zhegrova s'polun fatkeqësisht. Ai Spalletti italian. Spidu diçka ish italian. Angel. E çfarë po them Italia nuk tërheq as me kçyr, as nuk tërheq tifoz 3, as nuk ka dikush që më thon valla po bona me Interin se është Lautaro ose me Milanon që është Leao. Ose me Juventusin që është Yildizi ose apo den. Angel, ty të njohim shumë për komentime këtë, por nuk ta dim për preferencën për legjendat të futbollit. A e gati më na bë do far dallimin sfida ka pak kush më mirë, kush më keq? Po më gjithsesi mirë. Angel, ta besoj këtë ki pa tu luajt, unë kam të tregu, ti ke më thon cili është më i mirë sipas teje, ose çoni preferon. Edhe më jap një arsye të thjeshtë. A e gati? Po. Po shkojna me Totin, po shkak se Del Piero lun Juventus. Ka lun Juventus fakt. Ama Toti kon goxha.
Toti Filio di Roma, ç'është ajo? Unë e admiroj për dashnin që ka pas për Roma. Do thot me kon kaq i dash. Atë me dasht kaq shumë ekipin sot që mos më largu kur prej asaj skuadre. Si ka me të keq, një ligë ka marrë, po, 2-3 kupa, 2001 po. Ama Francesco. Toti. Tash kanë një të fortë. Oh. Ronaldinho Zidane. Po stilet ndryshme, po kisha shku me Ronaldinho. Jo që Zidane është më i dobët ose më i keq. Po shkoj me Ronaldinho për shkak se Ronaldinho na ka bëu më dashurun futbollin. Ka shtinjes me dashur futbollin. Ka kesh më top. Fix. Edhe ai momenti kur Duarte Rokitin Santiago Bernabeu është the most wholesome moment në herë. Vedem kështu që Zidane e du shumë, është top lojtar ka qenë, po Ronaldinho për shkak se ç'ka është vështirë bro. Këta si kum rri asnjënin. Keni ka pak për ta. Po normal, dokumentari kum kçyr. Po s'po di çfarë më thon, periudhat ndryshme kohore. Menoj a di pse po thon Pele? No, Maradona, po. Sorry. Ç'ne e pasna? Ç'm fal Maradona. Për mu, nëse kisha dasht me ka në herë punën tem si komentator, jam komentator, por nëse kisha dasht me pas një karakter të një lojtari, kish me qenë Maradona. E dashuroj Denis Rodmanin, Maradonën për jetën, për shpirtin e lirë. Rodmani në basket ndohet. Po, në NBA ka qenë po ai me vot. Po, i jau du karakterin që e kam pas. Do me thonë, pa ju dridh çerpiku kanë dash çka kanë bë, e kanë njoft veten, e kanë janë kënaqur në jetë me çato që kanë bë dhe janë më të mirë. Ama Pele po them se Pele ka bë të famshëm futbollin. Breti parë futbollit. Po, edhe prej Peles kanë ardhur kreti fosdonin bon botës në atë kohë, kështu që the goat Pele. Ai gati për pyetjen më të famshëm futboll të zipse bëhet hala. Hala bëhet ka pyetje, s'ka marrë gjugur. Të më thonë, është jashtëzakonshme që Sovjeti kanë karrierë mi 20 vjet, edhe hala diskutohen kush është më i mirë. Tu bo gati me marrë pjesë në botërorin e 6, 2. Pele Ronaldo tha edhe në 2030 jam si. Ka plana, ma për Galia ku mat ky Selçan ky po. Kjo që është ka qef ky. Ky si ai Japonezia, që është ai Kolon më ai. 57 vjet, 56 vjet. Po. Nëse mos shkëputem shumë prej teos. Cili pëlqen më shumë se nërta më i mirë ti. Cristiano Ronaldo. Cristiano më shumë. A dim pse? Cristiano e du se Cristiano është njëri që motivon edhe është njëri që të fton pavarësisht çfarë profesioni je, çfarë sporti merresh me qenë më i miri. Domethënë çka reprezenton si figurë futboll. Po, për ato çka jep, për punën që ka bëu, Cristiano Ronaldo është njëri që të motivon me mri ëndrat tua. Messi është talent i Zotit. Messi është Demel është. Jo, Messi është çore. Tash Messi mund të thonë është ndoshta më i madh i gjitha kohëve. Po. Ama mos u kujtoj të dalim sa pak. Po. Okay, më fal. Cristiano Ronaldo është njëri që secili do të më marr shembull. Po, patjetër. Angel, për fund kemi na ndërtuani top 5 të historisë. Lojtarë që ose të kanë pëlqyer ty personalisht ose që i shet ti si më të mëdhtë e futbollit. Numër 5. Se pas ta menu heq këto asnjëherë. Kur se ki bëhet, di? Jo, apshe, kur se pas ta menu. I pasti. Gjitha kohënave, a? E kinja t'interit, sigurt. E di që kinja t'interit. Qëre, po shkojna me preferencë personale. Po, patjetër. Top 5 që Adriano. Menova më të përqenë edhe Ronaldon. Jo, se ka shku Milan. Po, jo, është ai po pak më nalt. Adriano i pesti. Po, Adriano peshti, jo që ka qenë ndër më të mirë, ndoshta potencialin ka pas. Po, ka pas shumë potencial edhe në Kosovë na ka bëu më dashuru në futbollin italian Adriano. Përveç Shevchenko se këta, po për një interista do kam bile Adriano. I pesti Adriano, okay, ngjitem. Në vendin e 4. Po shkojna me... sa vështirë ku ka mëre. Vështirë është bës 5. Shumë ka po vështirë është. Stash po do të më u kthyp edhe pak në kohë. Zanetin, muziki Zanetin. Zaneti është il capitano, po jo top 5 më të mirë ta vëdë. Okej. Top 4 shë më i më thon. Po jo, s'po shoh që ka vend edhe për Ronaldo Nazarian. S'ka vend për Ronaldo Nazarian. Jo. Zidane? E menova, po në menoj që në vendin e 4 jam të mundu më këty pak, po më thëmë Maradona. Maradona. Po. Adriano Maradona. Po. Top 3 jam et. Top 3 jam.
3 shkon Pele, Okej. 2 shkon Messi, edhe 1 shkon Ronaldo. Cristiano, Messi, Pele, Maradona, Adriano me të njofshëm. Interesante zgjedhja e Angel-it, po respektohet patjetër. Pse çush kishe menu Black? Una? Garantë ke dhënë shumë shpesh edhe të pesëm. Unë kam Leo Messi, Maradona, duket të kam Ronaldo i vjetri, Pele, Zidane, se mua ankojshin pse se kishti Cristiano. Jo, në fakt kam Ronaldo fenomen. Cristiano e kam 6 më herë. Ronaldo fenomeni është më njëherë që i kam çudit Blake. Po. Mas pari. Po e shti edhe Cristiano, po. E kuptojnë. A di pse kanë dikur. Është tifoz i Chelsea. Ç'i kjo është? Edhe kur ja komisi në qyr futboll, Manchester United kon rivali kryesor. Cristiano na po t'jap gol në finale. Edhe na marrni fainati më njëherë me to. Toni pa shku në Real, që se kom qef Realin, hiç atë ç'është s'kom pas ç'është më dash. Po ja, përse është i madh, s'jam kurkush më thon që s'është. Jo, për shoqe. Preferencat mia është Leo, për këtë arsye kam edhe karikaturën e tij. Po ashtu e kam edhe Maradona. Megjithëse edhe Cruyffin e kam shumë afër me shti, por për shkak se i viteve 70 s'kam ujt me shti. Cruyff, po çata unë mendojsha edhe do emra den me shkute Lev Yashini këtu. Po. Jo, veç. Ja, ka shumë. Veç mendoj që pa Messi s'kish pas Ronaldo dhe pa Ronaldo s'kish pas Messi. Duna me thoni konstatim që që garant kanë më gjujt shumë, po kjo është menimi jam. Nuk është thonje autoktone jamja, po është kështu. Arritja më e madhe e Cristiano Ronaldo në futboll është që është krahasu tani jetë me Leo Messi. Pikëm. Kështu. Ama ja, Cristiano mbetet i madh, po për mua madhështia e Leos është tjetër nivel. Tash u buna se ata tifozat e ka pas çavën Iniesta na den. Po i ka pas, po s'ka lidhje. Çorë, edhe Messia, edhe Ronaldo, shoqër që kena jetuar në epokën e tyre dhe i kena pa të luajtë dhe vazhdojmë pa të luajtë. Kështu që do të më kon shumë të lumtur që ende diskutohet Messi Ronaldo, edhe kreditorët krahasohen më të mirë që janë Messi. S'ka më pas kurrë si Messi Ronaldo, pajtona, ajo thani është interesante, po edhe Pirlo është lojtar i mirë se pesho, po diçka të tjerë s'po të shoh kërkon. Komecit. Cristiano në kompas. Pepin, Messi, Pele, Cristiano në kompas, po ma ka pa fitu një gar në Facebook, një djalë, dhe ma ka fitu bashkë librin e Ronaldos. Po komecit edhe që të qaltu të komeq, pra më no? Po, që sa ata, Drogba, Lampard, aksi. Angel, jam kënaqur laf me ty. Faleminderit. Kishim vazhduar hala, kena më vazhduar hala. Po du më besu që herën tjetër që kom të tjerë kam me kohën kur kam me kohën Kosova afër me shkuën Europian. Bojnë diçka interesant. Për të falenderoj për kohën, edhe vazhdo me kohën zoni më emocionues që ka Kosova në futboll. Shumë faleminderit për këto fjalë. Faleminderit për ftesën, nuk noqa edhe unë bile shkoj shumë shpejt, se tash nisa mundësej me fol për futboll, edhe për shkak që kena shumë mendime të kundërta ndosane, po që po besoj herave tjera kemi me diskutu. A shkojmë bashk. Amala. Pazza intera mala. Edhe pse Dono nesira. Dinguna partida. Pazza intera mala. Shihemi herën tjetër. Faleminderit.